Përshëndetje miq dhe mirë se vini në një tjetër episod të Monitor Business Plus, podcasti ku trajton çështjen për ekonominë dhe biznesin. Sot kemi kënaqësinë të mirëpresim zonjën Anila Denaj, ministre e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural. Me një eksperiencë të gjatë në administrimin e financave publike, zonja Denaj prej disa vitesh luan një rol kyç në zhvillimin e politikave të sektorit të bujqësisë. Në këtë episod me të do të diskutojmë mbi sfidat dhe mundësitë në bujqësi, politikat mbështetëse për fermerët, për sigurinë ushqimore, por edhe për vizionin dhe të ardhmen e këtij sektori që mban peshën kryesore në prodhimin e brendshëm bruto. Pa u mburkoj, uroj mirëseardhjen zonjës Denaj dhe faleminderit që jeni me ne sot këtu. Shumë faleminderit dhe ju uroj shumë suksese. Është podcasti im i parë edhe shpresoj që të mos jetë i fundit. Zonja Denaj, bisedën me ju duhet ta nis me një pyetje që do të kërkonte një vlerësim apo një panoram të sektorit të bujqësisë. Si e vlerësoni gjendjen aktuale të bujqësisë dhe zhvillimit rural në Shqipëri, që është një nga sektorët me peshën kryesore në prodhimin e brendshëm bruto, por duhet thënë që dhe ka pasur një rënje të tij. Është e vërtetë që ekonomia bujqësore kontribon në pjesën më të madhe në produktin e brendshëm bruto. Dhe për gjatë viteve të fundit, nga 20% që ka qenë tradicionalisht, ka zbritur, dhe është një trend që nuk i ndodh vetëm Shqipërisë. Unë dua të them që mesatarja e vendeve Bashkimit Evropian për peshën që ka bujqësia në ekonomi është tek 2 deri në 4-5%. Pra nuk është e pa njohur që kjo peshë në vende të caktuara fillon dhe zbutet. Por për Shqipërinë ne duhet kuptojmë nga se vjen kjo rënje. Dhe mbi të gjitha për një arsye shumë të rëndësishme, sepse angazhimi i popullsisë në zonat rurale, ku gati më shumë se 33% është angazhuar në bujqësi, krijon një nevojë për adresimin e punësimit, sidomos të grave në zonat rurale. Shqipëria në vitet e fundit ka bërë një zhvillim të rëndësishëm në atë që është ekonomi shkalle. Se duhet ta theksojmë që një nga problemet e mëdha të ekonomisë bujqësore në Shqipëri është fragmentizimi i lartë. Duhet të them vetëm 2 shembuj. Mesatarisht, fermat tona bujqësore janë 1 hektar. Dhe fermat lektorale në 36% të tyre janë me 1 deri në 5 lop. Për të thënë që kjo nuk quhet ekonomi shkalle. Shkalle, po vërtet. Dhe duke qenë një ekonomi shumë e vogël, nuk krijon dot as kushtet thelbësore për sigurinë ushqimore, as nevojën për të implementuar teknologji, e cila do të krijonte mundësinë edhe të uljes kostove apo rritjen e konkurrueshmërisë produkteve për të dalë në treg. Dhe tregu sot nuk është më vetëm tregu lokal, është ai ndërkombëtar. Por, nëse këto probleme vijojnë dhe ekzistojnë, ajo që kemi vënë re si trend, fal edhe shumë investimeve dhe mbështetjeve që janë bërë në vitet e fundit, kemi vënë re që ekonomia e shkallës është rritur në krahasim me vitet më parë. Dhe kjo fal edhe mbështetjes me investime në grante dhe kredit buta. Në 10 vitet e fundit janë gati 1000 investime, të cilat në pjesën më të madhe të tyre konsistojnë në gati 400 pika grumbullimi dhe përpunimi. Gati 120 agroturizme dhe po i kthej këto të dyja në substancë të nevojës për të kuptuar pse kjo ekonomi ka nevojë për pikat e grumbullimit, për agroturizmin dhe për përpunimin. Sepse në qoftë se në themel të një ekonomie bujqësore me problemet e fragmentizimit, që i përmenda pak më parë, ka pika grumbullimi, ka pika përpunimi, ka agroturizma, e gjithë ekonomia e vogël funksionon në zinxhir me ekonominë qendrore dhe të dy bashk shkojnë drejt tregjeve në mënyrë konsistence. Kjo quhet zinxhir vlere. Dhe bashkimi mes këtyre aktorëve duhet në një moment në Shqipëri të jetë themeli i politikave të ekonomisë bujqësore, por dhe subvencioneve dhe mbështetjeve. Por nuk mund të mohojmë që këto 400 pika grumbullimi dhe përpunimi ka realizuar gjysmë milioni euro eksporte në fund vitit kaluar. Sepse ndryshe pa këto pikat e grumbullimit, pa pikat e përpunimit, sidomos në ato zona ku ndodh bujqësia intensive, Lushnjë, Divjak, Fier, Korç, Berat, me produkte të rëndësishme, të perimeve, të vajit të ullirit, e të tjerë, ne nuk do të arrinim dot të shkonim në 80 tregje elitare, nuk do arrinim dot të shkonim me produktet tona në Lidl, në Gjermani,
nuk do arrinim dot të kishim gjysmë milioni euro eksporte, që gjithsesi është gjysma e rrugës. Kemi edhe një gjysmë rrugë për të bërë deri në 2030 me një objektiv $1 milion eksporte. Po atëre cilat janë pjesa tjetër e rrugës që ju do ndiqni për sa i përket për të ndihmuar fermerët, por edhe sipërmarrësit rural që të përballojnë këto konkurreshmërinë e tregut, pra jo vetëm të tregut të brendshëm, por edhe të tregut të jashtëm. Çfarë masash keni në objektiv për të ndërmarrë? Janë dy komponent. Së pari, vijimi i një politike që ka rezultuar suksesshme duke mbështetur me investime. Pra, nëse ne themi që mbështetja me grante, e cila erdhi si rezultat i mbështetjes së gjithë paketës së IPARD-it, por jo vetëm, edhe mbështetjes buxhetore, është një praktikë që duhet vijojë. Ne kemi IPARD 3-shin në proces për vitin që vjen, kemi fonde buxhetore të alokuara për investime, për të rritur mekanikën bujësore, për të zvendësuar traktorët dhe gjithë pjesën e mekanikës që është edhe amortizuar dhe që përdoret sot me rendiment të ulët, por dhe vijueshmërinë e mbështetjes për agroindustrinë, për punimin e produkteve ushqimore në Shqipëri dhe agroturizmit. Ne parashikojmë të paktën 1.000 investime të reja në Shqipëri nga sipërmarrësit, të cilët do të mbështeten me gati një fond 500 milion euro në 5 vite të ardhshme. Ky është kalkulimi që kemi bërë ne i nevojës për të realizuar këto 1.000 investime, po këto 500 milion euro do të jenë kombinim midis granteve me 50% të investimit dhe mbështetje me kredit buta, ku një nga këto produkte, ajo e kredit buta, është anoncuar në fillim të këtij viti dhe nga bankat e nivelit 2, nga guvernatori, si një kredi e butë që për herë të parë për bujqësinë e gështetuar me garancinë sovrane shkon deri në 2%, që është norma më e ulët e interesit në sektor dhe ndonjëherë e ndodhur. Pra, nëse po e marrim me një shembull. Nga këto 1.000 investime që ne duam të bëjmë në 5 vite të ardhshme, do të jenë 5 sektor. Është sektori i ndërtimit të serave. Pse? Sepse faktikisht serat, të cilat në 5 vitet e fundit janë dyfishuar në sipërfaqe prodhimi dhe na çuan në rritjet e eksporteve, ne do duhet prapë dhe këtë ta ndjekim si rrugë. Sot kemi 2.100 hektar sera. Ne na duhet paktën dhe 1.000 hektar sera për të ndërtuar në 4-5 vite të ardhshme për të plotësuar nevojat e tregut. Prandaj gjithë zonat të cilat kanë dëshirën të rrisin kapacitetet e tyre në ndërtim serash dhe të gjithë prodhuesit në këto zona duhet të jenë pjesë e paketës me grante që ne çdo vit lançojmë dhe këtë vit do ta lançojmë në korrik përsëri dhe vitin tjetër me IPARD-in e të tjerë, dhe të marrin 50% grant dhe 50% kredi e butë, siç e thash, me 2% interes. Tjetër sektor është mbështimi i kafshëve dhe i shpendëve. Ne kemi sektorin e prodhimit vezëve si një sektor shumë të rëndësishëm që ka ecur përpara, por jemi duke parë dhe sektorin e mbështimit të kafshëve, të cilët rrisin madhësi me mbi 100 krerë. Dhe këtu grantet dhe kreditë e buta vlen. Agroturizmi. Ne kemi nevojë të rrisim agroturizmat e certifikuar dhe me paketën e maleve 500 parët do të kenë 0 taksa në 10 vjet. Përtej problemit të pronësisë që zgjidhet në ndërhyrje dhe të pushtetit vendor. Dhe nëse ne sot kemi 250 agroturizma dhe shkojmë në 1.000 siç e kemi objektivin, ku 500 parët kanë 0 taksa për 10 vjet, mendoj që krijojmë edhe këtu një mundësi të mirë për bujqësinë dhe sidomos atë organike. Këto janë disa modele të cilat në vitet e ardhshme në paketën e qeverisjes që ne kemi lançuar, e kemi të kalkuluar, e kemi të përllogaritur, 1.000 investime tjera, 500 milion euro në ofertë financiare. Nga ana tjetër, ne jemi duke bërë një rrugtim shumë të shpejtë dhe të sigurt drejt ligjeve të Bashkimit Evropian në adaptim. Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural ka 3 kapituj dhe kapitulli i sigurisë ushqimore, ai i 12-tis, nuk kupton që ka dhe detyrime për bizneset se si të plotësojnë me investime deri në menaxhimin e mbetjeve. Dhe në këtë aspekt ne kemi të nevojshme që t'i mbështesim edhe me financime dhe me kredit buta dhe me grante për të realizuar ato objektive ligjor dhe vetë objektivin e Shqipërisë për të hyrë në Bashkimin Evropian. 15 milion euro ishin
ofertë financiare ku aplikuan 400 biznese në sektorin Po flasim për skemën e investimit në këtë rast. Ecurinë e saj, domethënë ka 400 aplikime nga cilat 305 janë të lidhura në kontrata. Pjesa më e madhe e tyre mekanik bujësore, por kemi edhe ndërtimserash dhe standash. Ne do e bëjmë përsëri skemën këtë vit në korrik. Nuk mundemi tani sepse është edhe kodi zgjedhor që na pengon, por kemi skemën e subvencioneve të drejtë për drejta të gërshetuar me skemën e investimeve. Ndërkohë ju përmendët dhe i parë treshin. Kur do të fillojë të zbatohet? Kur do të çelet ky program? I parë treshi, unë jam shumë besim plot që do të filloj vitin tjetër. Dhe janë 9 masa. Kjo nuk e pengon qeverinë që për masa të tjera që shikon me objektivin për të vazhduar mbështetjen buxhetore të mos ta vijojë. Ne nga ana tjetër jemi duke punuar edhe për ngritjen e sistemeve në agjensinë e pagesave sipas kushteve të Bashkimit Evropian, që pagesat për skemën e subvencioneve dhe për skemën e investimeve të bëhen automatike. Dhe sistemet janë ato që menaxhojnë dhe riskjet e mundshme të lidhura me element burokratik apo jo burokratik. Por që të bësh gjithë të paket gati, të duhen edhe para për gjithë të sisteme. Dhe sigurisht që tavanet buxhetore ne i negociojmë me Ministrinë e Financave. Unë jam shumë falenderuese edhe për kryeministrin dhe për ministrin e Financave sepse edhe si vjet ata i kanë dhënë fokus investimeve, duke dhënë fokus dhe sistemeve si nevojë për të hyrë drejt të gjithë parakushteve të kapitullit 11, që është zhvillimi rural në atë që është Bashkimi Evropian, dhe unë besoj që ne të gjitha këto i plotsojmë dhe në 2026 ne jemi gati për ta. Për sa i përket subvencioneve direkte te prodhimi, për shembull për litër qumësh të prodhuar apo për vaj ulliri, ato kaloi Shqipëria a do të fillojë të zbatohet kjo skemë në Shqipëri, a do të kalojmë te ky subvencionim direkt i prodhimit? Unë kam thënë disa herë edhe do ta them prapë që edhe pse skemën lek për litër në 2019 e kam mbështetur unë, aktualisht nuk e mbështesim dot. Sepse skemat kombëtare të subvencioneve, përfshirë dhe atë të naftës, do të ndryshojnë. Do të ndryshojnë. Po. Dhe unë mendoj që të gjithë duhet bëhen gati për këto ndryshime, duke filluar nga viti që vjen, sepse të gjithë elementet e skemës subvencioneve, të drejtë për drejtë, atë që marrim lek për gjedh dhe që nevoja është për të ulë kostot e prodhimit, do t'i bëjmë siç i kërkon direktiva e Bashkimit Evropian. Ne kemi ngritur një grup pune së bashku me Ministrinë e Financave për të adaptuar skemën e subvencioneve në 4 vitet e ardhshme për implementim duke filluar shkallë që nga viti që vjen. Skema lek për litër nuk është pjesë e direktivës. Nuk është pjesë. Dhe ne prandaj kemi rezistuar dhe unë e kam komunikuar edhe në takime me fermerët. Unë e mirë kuptoj kërkesën e fermerëve për këtë skemë. Edhe nga përpunuesit. Po, dhe në 2019 ne këtë e kemi aplikuar dhe ka rezultuar. Por nuk është brenda direktivës dhe neve nuk ecim dot në krah të kundër me direktivën. Kjo nuk do të thotë që skemat e subvencioneve që janë në frymë me direktivën do të jenë jo në mbështetje të fermerit, por të gjitha skemat të cilat ne aplikojmë dhe skema e naftës do të jetë një skemë e cila shkon me të njëjtë informacion që ka Bashkimi Evropian. Si rezultoi skema e 2019-s që ju e përmendët, zonja ministre? Kemi patur një skemë për subvencionimin e TVSH-s. Skema nga fermerët e përpunuesit. Skema e 2019-s, lek për litër, erdhi si rezultat i mbylljes së skemës së rimbursimeve. Unë atëherë kam qenë ministre e Financave dhe kam pasur sigurisht detyrimin, por dhe nevojën për të kuptuar pse nga Ministria e Financës ajo skema më parshme e rimbursimit nuk mund vazhdonte. Dhe më lejoni pak të vesh atë xhaket, sepse atë debatet atëherë kam bërë dhe me kolegët e mi në Ministrinë e Bujqësisë, ministrin Çuçi, ministrin e Sipërmarrjes, zëvendëskryeministrin atë kohë, sepse me të drejtë ata kërkonin që bujqësia të vijonte mbështetjen në një formë që ishte drejt për drejt. Por nga ajo skemë në një kontekst ku informaliteti është shumë i lartë dhe ju e dini që nëse ne kemi bërë hapra shumë të mëdha për të zbutur informalitetin në sektor të tjerë, po i bëjmë te turizmi, po i bëjmë sektorët
e prodhimit, te bujësia jemi shumë mbrapa. Nuk mjafton të themi që nga 5.000 nipte kemi sot 67.000 apo 90.000 nipte. Nipti është vetëm një regjistrim që të paktën merr skemën e subvencionit. Po çfarë ndodh aty me faturën? Ky është formalizim. Dhe në atë kohë mund të them me bindje që janë vërejtur skema të abuzimit me rimbursimin nëpërmjet sistemit të autofaturës. Kjo e bëri ministrin e financës të asaj kohe dhe ministrinë e financave, se nuk është një ministër, është një ministri e tërë që funksionon në frym të uljes dhe të skemave të fraudeve. A duhet kjo skem të adresohet? Unë them që po. A duhet që kjo skem të zvendësohet me një skem që është brenda direktivës dhe a jemi ne sot në nevojë për ta bërë këtë? Po. Jo vetëm deputeti Braçe me të drejtë e ka ngritur, por edhe Ministria e Financës dhe ne që jemi angazhuar që në fund të vitit shkuar për ta bërë, jemi duke bërë këtë edhe me ekspertizë të huaj dhe besojmë që ne këtë vit kemi një paketë të plotë. Cila është paketa e plotë? Jo vetëm një skem e rëndësishme fiskale, e cila nxit deformalizimin e faturës dhe nuk sjell problemet e 2018-s, jo vetëm një skem investimesh me kredit buta 250 milion euro dhe grante çdo vit në masën 15 deri 20 milion euro. Jo vetëm skema subvencione të drejtë për drejta që vitin e shkuar ishin 52 milion euro, por në frym të direktivës, por edhe një skem të sigurimeve në bujqësi që unë dua ta anuncioj këtu tek ju. Ne jemi duke marrë modelin turk. Unë këtë verë përfundoj bashkë me asistencën teknike të tyre dhe me Ministrinë e Financave dhe skemën e sigurimeve në bujqësi. Dhe nëse ne lidhim fiskal, sistem investimesh dhe sistem sigurimesh, ne jemi duke folur për një mbështetje të një politike të mirëfillt të uljes së riskut, rritjes së investimeve në mënyrë që të gjithë skemat të shkojnë në frym të një biznesi dhe në frym të direktivës dhe ekonomia jonë bujqësore jo vetëm të realizoj 500 milion euro pa frikë në raport me eksportet, por të rrisi mundësinë e një prodhimi të shëndetshëm për shqiptarët dhe për shumë të huaj që vinë në Shqipëri, të cilët vën një presion për ofertë ushqimore më shumë se eksporti. Vitin e shkuar ne kemi kalkuluar që ishin vërtet 537 milion euro eksporte dhe i synojmë 1 miliard. Po 1.5 herë më shumë nga eksportet ne kishim prodhim për turistët, sepse numri i turistëve është rritur. Dhe ata kërkojnë po ashtu ushqim cilësor. Atëherë, si do të realizojmë një produkt të tillë? Ne duhet rrisim vlerë në agropërpunim dhe nxitja e pikave të grumbullimit është një e rëndësishme, por zgjidhja e problemit është përpunimi i produkteve shqiptare dhe agroturizmi. Agroturizmi është një tjetër komponent që ruan jo vetëm produktin shqiptar, për të cilët sot besoj të gjithë jemi të ndërgjegjshëm që një turist i huaj gjerman nuk vjen vetëm për detin, por kryesisht vjen për malet, dhe në agroturizma jo vetëm që gjendet një mundësi e mirë për ajrin, për paketën turistike, por një ushqim shumë cilësor. Po përsa i përket teknologjisë në bujqësi, sa rëndësishme është ajo dhe çfarë masash ose çfarë programesh ju parashikoni të zbatoni për rritjen e mekanizimit të bujqësisë, sepse është një shqetësim nga shumë prodhues dhe përpunues që kjo ndikon tek rendimenti, pra do të rritej rendimenti nëse do të kishim një bujqësi të mekanizuar. Përpara se shkojmë te supermarketit, unë do të thosha që ne në ministri kemi nevojë për më shumë mekanizim dhe sofistikim të leximit të dhënave. Ne kemi nevojë që të përpunojmë ndryshe të dhënat, duke ndihmuar dhe sipërmarrësit me këto dhëna në planifikim. Sepse dhe planifikimi është shumë i rëndësishëm përpara se të shkohet tek prodhimi. Dhe ne kemi një angazhim serioz dhe me Agjencinë e Inovacionit dhe me Agjencinë ASIG, se si të lexojmë më mirë të dhënat e tokës. Dhe si kjo tokë bujqësore, e cila sot duhet dhe të ruhet, se ju e dini që Shqipëria është gjithmonë e kërcënuar edhe nga kushtet klimatike, dhe lumenc dhe shumë situata tjera ne na bëjnë që infrastruktura që ne kemi në mbështetje tokës bujqësore
kërkon investime të padiskutueshme, sistemet e ujitje, të kullimit e tjerë. Ne kemi gati 360.000 hektar tokë të ujitshme, nga të cilat na kanë mbetur edhe 60.000 hektar për të ujitur dhe mbyllim gjithë procesin, dhe ky është një proces shumë i rëndësishëm. Po ne duhet ta lexojmë përpara, si të ruajmë tokën bujqësore, çfarë duhet mbjellur në atë tokë bujqësore, sepse jo të gjithë duhet mbjellin dhe pastaj dështoj. Dhe të gjithë kjo quhet smart agriculture. Kjo smart agriculture lexohet me card reader në tokë dhe lexohet me satelit. Dhe ky është një proces që i takon Ministrisë dhe institucioneve të varësisë. Ky proces do t'ju vjet në dispozicion ne do t'ia vëmë në fermerëve, po ne jemi duke punuar për këtë. Pra kjo është e para dhe shumë e rëndësishme. Paralelisht me këtë lexim dhe me ndërtimin e kadastrave, çdo ulli duhet jetë i regjistruar. Si çdo bagti është e Dhe keni nisur një projekt të tillë. Është në 70%. Në 70%. Vreshtat duhet jenë kadastër. Këto janë parakushtet e Bashkimit Evropian. Nëse ne këto nuk i bëjmë, ne nuk hapim kapitull, prandaj ne nxitojmë. Dhe pyet nga ana tjetër, edhe pse janë në një ministri tjetër. Të gjitha këto janë nevojshme sepse ekonomia bujqësore duhet lexuar, planifikuar dhe pastaj zhvilluar me ato instrumenta që sapo tham. Tani vinte sipërmarrësit. Sipërmarrësit, nëse sipërfaqen e kanë 1 hektar në zhvillim, nuk mund të fusin mekanik. Po, mundet të blejnë një traktor të ri nga i vjetri. Në 1 hektar sera në Fier, në Divjak, ku un kam parë produkte fantastike të rrushit tavoline, e cila shkon në eksport, dhe ku 2 familje ndihmonin njëra tjetrën sepse s'kishin traktorin. Sigurisht, kjo skema që sapo thashë tetorit e ndihmon të blente një traktor që shkon, nuk e di, në vlerën 30-50.000 euro. Po ne nuk po flasim për këtë mekanik. Po ne jemi këtu sot. Ne duhet shkojmë që serat shkojnë të paktën 5 hektar. Dhe aty të fusin një mekanik tjetër që ndoshta është më automatizuar se sa vetëm traktori. Dhe ne duhet ta mendojmë këtë në 5 vitet e ardhshme. Dhe skemat e investimeve janë për të gjitha këto formate. Aquaponia është një sistem tjetër, shumë i rëndësishëm për Shqipërinë, ku sipërfaqja e tokës është e vogël. Dhe duke qenë e vogël, unë isha në Katar dhe i gjithë ekspozimi i panairit shkonte për sisteme të reja të prodhimit bujqësisë. Ne po ndryshojmë edhe ligjin sektorial, pasi aquaponia nuk është i parashikuar ligjin sektorial si aktivitet bujqësor. Po ndërkohë bota sot po e zhvillon atë aty ku s'ka dhe ujë. Dhe po punon me prodhime bujqësore, me ujë dhe me kate. Pra janë të gjitha këto zhvillime që për bizneset janë në dispozicion si informacion me bazë ligjore, por do duhet që dhe bizneset fillojnë të mendojnë ekonominë e shkallës dhe të shkojnë përtej 1 hektarshit, dhe Bashkimi i Operatorëve nuk është një slogan i imi, është një domosdoshmëri e kohës. Dhe nuk ka nevojë të bashkojnë ato tokat si në kohën e kooperativës, të bashkojnë interesat për të investuar mbi 5 hektar në teknologji, se vetëm atëherë bën sens, për të investuar në stalla ku gjithë zinxhiri i mekanizimit rrit rendimentin në prodhim, po marr një model francez, dhe mbi të gjitha për të prodhuar me cilësi, sepse siguria ushqimore nuk është thjesht një çështje e ditës sot në produktin cilësor, po do të jetë një kusht i domosdoshëm për Bashkimin Evropian, dhe nëse nuk plotësohen ato kushte, sigurisht nuk do të çelet asnjë kapitull dhe do të humbasim një moment shumë të artë në këtë stat të zhvillimit ekonomik. Duke u ndalur këtu tek plotësimi i kushteve për anëtarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian, ky është një nga prioritetet kryesore të kësaj maxorance për një anëtarësim sa më të shpejt brenda vitit 2030. Për çështjen e sigurisë ushqimore, çfarë protokollesh ndjek aktualisht vendi ynë për kontrollin e produkteve shtazore, para hedhjes së tyre në treg, të frutave, perimeve, dhe si ato do të përqasen me Bashkimin Evropian? Aktualisht protokollet që ndiqen, sa të sigurta e bëjnë produktin që hidhet në treg për konsumatorin? E para unë duhet siguroj ju dhe gjithë që na dëgjojnë që të gjitha rregulloret që ne kemi në zbatim janë të njëjtat me Bashkimin Evropian sot në raport me këto protokolle. Ne jemi pjesë e shumë organizatave rajonale, evropiane, ndërkombëtare, dhe këtë kemi bërë edhe më përpara. Pra nuk është sot, ka qenë dhe më përpara, ka 2-3 vjet që ky është një proces që zhvillohet
Dhe aktualisht në parlament janë 2 ligje të depozituara, ligji i shëndetit bimëve dhe i kafshëve, sepse fillon që në gjenezë një gjë është kontrolli në fund, po ne duhet mendojmë që shëndeti i ushqimit fillon që tek fara fidani, tek kujdesi për kafshët dhe pastaj vjen te kontrolli në tavolinë. Por të gjitha rregulloret e kontrollit në tavolinë janë njësoj si të Bashkimit Evropian. Ne jemi pjesë e një zinxhiri që kur merret një mostër dhe del dhe ISUVI, që është Instituti i Sigurisë Ushqimore, në 2013 kishte 6 analiza të akredituara, 6. Dhe me ato 6 analiza të akredituara në Bashkimin Evropian, sot nuk mund të bëjë asnjë gjë. Sot kemi 1909. Çfarë do të thotë të kesh sot gati 2000 analiza të akredituara nga Bashkimi Evropian? Protokollet e këtyre analizave njësoj në ditë, në cilësi siç i kërkon Bashkimi Evropian. Po të ofrosh 2000 si një institut, do të thotë që ke investuar në pajisje dhe në njerëz që i realizon. Dhe mbi të gjitha për të marrë një përgjigje në kohë optimale për të bllokuar çdo produkt i cili cënon jetën tonë dhe të fëmijëve tanë. Nuk na mungojnë ligjet. Nuk na mungojnë rregulloret. Nuk na mungon as akreditimi i analizave tona. Ne na mungon shpesh ndjekja këtyre protokolleve me përpërkmëri absolute nga të gjithë. Nga fermerët, biznesi dhe nga punojësit. Dhe kjo është ajo që shpesh krijon disa kërcitje, të cilat na rrezikojnë në jetën. Dhe sigurisht ne marrim masa. Dhe masat e menjëhershme, aty ku ka kështu kërcitjesh, si ato që keni dëgjuar kohët e fundit, dhe që mund të ketë dhe ka ndodhur dhe më përpara, janë kërcitje të cilat duhet shojnë përpara të gjithë organeve ligjvatuese, të gjithë ata që guxojnë, për shembull, të përdorin pesticide të ndaluara. Nuk ka pse të përdorim më sot fermeri pesticide të ndaluara. Lista e pesticideve në 2022 kanë nxjerrë jashtë disa prej atyre që më përpara përdoreshin. Jemi 2025. Përse një fermer, edhe pse ne i trajnojmë, 3000 trajnime janë bërë, me 3000 fermerë janë bërë trajnimet vetëm muajin mars për të thënë përdorni këto pesticide. E jani dhe blini jo tek ne, po tek ato pikat farmacive bujqësore që kanë detyrimin të shesin pesticidet. Karenca, koha e përdorimit pesticideve, është kjo, ky është kalendari, mos dilni jashtë kalendari. Tani, nëse disa fermer te i kalojnë këtë rregull, dhe këta janë shumë pak, janë 6 krahasuar me shumë mijë fermer, janë 4 ngarkesa me mandarina nga 924. Pse duhet që ky protokoll i rrëzuar nga 6 të prish imazhin e Shqipërisë? Dhe kështu disa të tjerë. Pra, neve nuk duam të relativizojmë çështjen, por duam të themi që ndërgjegjësimi i fermerëve dhe i bizneseve është shumë më i lartë sot. Unë i falenderoj të gjithë, sepse krahasuar me disa vite më parë, të gjithë janë shumë më të informuar. Ja kanë parë hajrin, nëse mund ta them këtë gjuhë, një marrëdhënie të rregullt me ligjin, sepse ato kontrata që janë bërë me 80 pika nuk janë bërë duke shkelur ligjin, por nëse ne duam shkojmë tek objektivi 1 miliard, tregu është aty. Unë kam marrë pjesë panajire pa fund në Gjermani, në Itali, në Spanjë. Ata na thonë, ju lutem, Italia thot, ju lutem, ruajeni vajin e ullirit siç duhet. 60 litra vaj ulliri eksportojnë 2022, 5200 ton në 2023. Dhe ata tha, ne mund t'ju kishim marrë të gjithë gjendjen e vajit të ullirit. Po ju e keni bidona plastik? Nuk mund vazhdohet. Ju e ruani më shumë se sa 2 vjet në diell. Dhe i gjithë ky proces që kërkon edhe infrastrukturë, kërkon edhe informacion për fermerët, kërkon dhe bashkim, se s'mundet që të kemi më shumë pika përpunimi vaj ulliri se sa kemi pika ruajtje në tanke inoksi, dhe ky investim duhet jetë i zgjuar, por ama ne tregun në Itali e kemi. Italianët të thonë, në sillni vajin e ullirit, po ne do ta testojmë, dhe nëse nuk i plotson këto parakushte të cilësisë, ne nuk ja marrim. Sot ka ardhur koha që ne duhet të kuptojmë që nuk jemi në nevojë për treg, jemi në nevojë për të prodhuar të programuar, jo të mbjellim pa sens kur nuk na kërkon tregu. Ne duhet mbjellim ato produkte që kërkon tregu. Ne duhet mbjellim dhe të prodhojmë me cilësi, të ruajmë dhe të konservojmë me cilësi, por këto protokolle janë.
Dhe Ministria e Bujqësisë dhe ministri ka këtë obligim. Dhe unë këtu nëpërmjet dhe këtij podcasti jam duke thënë të ruajtur cilësinë. Jam duke thënë pikërisht këtë që protokollet dhe ligjet janë dhe të gjithë drejtoritë rajonale, të gjithë bizneset janë në dieni të protokolleve. Duhen ndjekur protokollet. Stafi që rrezikon mos ndjekjen e protokollit dhe biznesi, fermeri i çfarëdo lloji produkti duhet të jenë bashkë për të kuptuar që kjo nuk është një tejkalim i një momenti, është një problem për sigurinë shimore dhe protokolli sot të kap. Edhe sikur të jetë me ditë vonesë të çon përpara drejtësisë. A do të arrijnë këto programe ndërgjegjësimi për rritjen e cilësisë, por edhe këto skema financimi, grandesh që u jepen fermerëve që ne të kemi produkte të sigurta, a do të arrijnë? Ne kemi produkte të sigurta. Sepse dhe ky diskutimi që ne nuk i kemi është jo i sakt. Ne kemi produkte të sigurta. Ne nuk mundet që për një incident, siç e thash, të themi që s'kemi produkte të sigurta. Ne kemi produkte të sigurta. Ne kemi më shumë se 500 milionë euro eksporte. Ai është produkt i sigurt. Dhe ne kemi produkte të regjistruara sot lokalisht, të cilat janë të regjistruara jo thjesht se i ka regjistruar Ministria e Bujqësisë. Ka regjistruar Ministria e Bujqësisë sipas një protokolli gjerman që mbështetet nga GIZ. Ne kemi sot agroturizme të certifikuara fal një projekti bashkë me Ministrinë e Turizmit dhe dy shtete, gjermanët dhe zvicerianët, që japin protokollin e certifikimit të agroturizmeve. Ne i kemi këto. Unë mund të them me bindje me aq sa kam mundur të shëtis në funksionin tim si ministre bujqësie në 1 vit e gjysmë, unë jam impresionuar pozitivisht me çfarë ka në Shqipëri. Dhe prandaj them, nuk mundet një fermer, 2 fermer apo një biznes të prishë imazhin e Shqipërisë. Ne kemi sot fermer më të ndërgjegjësuar, ne kemi 400 pika përpunimi dhe grumbullimi, ne kemi sot një bazë mirë agroturizmesh, ne dua më shumë, dhe të gjithë të bazë të mirë që na ka çuar te ky prodhim dhe te kjo cilësi, ta shumë fishojmë. E vetmja gjë që kërkojmë është ta bëjmë këtë në një kohë më të shkurtër se sa në 10 vitet e fundit. Pra nëse këtë rrugtim e bëjmë në 10 vjet, a mund ta bëjmë në 3 vjet, sepse sot tregu ekziston, turistët janë këtu dhe Bashkimi Evropian thot, ju lutem aprovoni ligjet, vini 10 lek, unë ju jap 100. E drejt, po me zhvillimin e zonave malore, çfarë do të bëhet? Ju keni majoranca më saktë bërë publik një program, paketa e maleve, si do të jetë curia e tij, çfarë parashikohet me këtë për zhvillimin e këtyre zonave? Paketa e maleve është një iniciativë e kryeministit Edi Rama, mbas shumë ankesave, sidomos të çështjeve që lidhen me pronësinë. Në disa zona ku paraardhësit e shumë emigrantëve në veçanti, por jo vetëm, kanë lënë si trashëgimi tokën, ndoshta shtëpinë, ndërtesën, dhe aty asnjëri nuk ka ndërhyr tek prona tjetrit, sepse as ligji 7501 nuk është aplikuar. Në këtë rast edhe ku dakordësia mes kufitarëve është e qartë, por procesi i legalizimit nuk ka ndodhur, atëherë hyn pushteti vendor dhe instrumenti në bazë të ligjit paketës maleve që me 1 euro e jep në pronësi të trashëgimtarit. Kjo është e para. Po 500 të parët të paketës maleve do kenë 0 taksa, sepse në 10 vitet e ardhshme ata kanë nevojë të japim zhvillim ekonomik në investime këtyre zonave, por njëkohësisht të aktivizojnë me punën e tyre dhe punësim. Janë pjesë jo vetëm e paketës fiskale me 0 taksa në 10 vjet, por janë pjesë këto 500 dhe shumë të tjerë përveç 500 në këto zona për grantet dhe investimet me kredit buta. Pra ajo që unë thash në fillim do të jetë pavarësisht se je i pari apo i 500-ti. Ne mbështesim çdo proces që lidhet me ndërtim serash, stallash dhe në këto zona malora dhe agroturizma. Ju falenderoj shumë për intervistën, ishte kënaqësi. Gjithashtu edhe unë juve.